Në këtë shtëpi, pra në këtë shtëpi në të djathtën time, në këtë derë që po shihni, ndrohet vitin 1904, një prej njerëzve më të rëndësishëm të historisë rilindjes kombëtare shqiptare dhe një prej njerëzve më të rëndësishëm i cili diktoi historinë e Shqipërisë periudhës fundit të sundimit otoman. Jeronim Derada, i cili kishte lindur në Macchia dei Albanesi, pra një fshat rreth 3 kilometra prej këtu, e kaloi pjesën më të madhe të jetës në Shën Mitër Koron, në vendodhjen më të madhe të arbreshve të Italisë dhe ndroi jetë në këtë shtëpi. Jeronim Derada është një nga njerëzit më të rëndësishëm të historisë rilindjes kombëtare shqiptare, por edhe një prej njerëzve më të rëndësishëm të historisë së Shqipërisë. Ai që botuesi gazetës parë shqiptare Italisë, gazeta e parë në historinë e shtypit shqiptar dhe njëkohësisht që njeriu i cili mblodhi traditat, këngët dhe gjithë folklorin shqiptar, përtej të qenit, edhe një prej poetëve më të mëdhej që rilindja kombëtare dhe letërsia shqiptare ka, një prej poetëve të parë modern të Shqipërisë. Sot sheshi përpara shtëpisë ku ai ka vdekur po rregullohet nga komuna e Shën Mitër Koronës, që është komuna më e madhe arbreshe, ndërkohë që të gjitha këto shtëpi përbëjnë vendbanimin arbresh më të madh të zonës së Kalabrisë dhe njëkohësisht vendin prej nga nisi, duke pasur parasysh edhe kolegjin e Shën Adrianit, prej nga nisi të plazmohet rilindja kombëtare e shqiptarëve. Janë rrugicat ngushta, ecja nëpër të cilat të çon në momentet historisë së arbreshve që u bën dhe fillesat e historisë moderne të Shqipërisë pavarur.